Ja ku po takohemi sërish miqtë e mi për të ndarë me ju lajmin më bombastik. Jemi në prag të përballjes më të madhe të mediave shqiptare. Dy realitetet më të ndjekura, dy ekranet më të klikuara, dy botët më të zhurmshme të spektaklit. Po përgatiten të ndezin sërish ethet e publikut Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova. Të dyja prodhimet tashmë janë bërë sinonimi emocioneve të forta, i rivalitetit të zjarrt dhe historive që trazojnë në rrjetet sociale për muaj me radh. Por ndryshe nga vitet e më përparshme, këtë herë pyetja nuk është vetëm kush do të fitojë, kush do dali pari apo kush do të krijojë më shumë dram brenda katër mureve të famshme. Pyetja e madhe është, a janë këto dy edicione konkurrente mes tyre? Dhe nëse po, kush do dalë fitues në garën e shikueshmërisë? Në fakt, nga viti i kaluar që Klan Kosova mori dhe Olsa Muhametin luftonin për shikueshmëri, për shembull Big Brother VIP Albania mori Gjestin nga Big Brother VIP Kosova, siç duket lufta nuk është më vetëm brenda konkurrentëve të shtëpisë së Big Brotherit, të cilët luftojnë se kush do të dominojë më shumë, kush do të merr rolin kryesor, kush do të bëhet ndarësi i poleve dhe kush do të jetë në finale i poleve të shtëpisë, sepse shtëpia ndahet në dy pole dhe ju e dini shumë bukur si funksionon. Por tani kanë hyrë në konkurrencë edhe vetë mediat shqiptare se kush do të jetë media më klikuar, Klan Kosova apo Top Channel. Këto janë dy pyetje që në fakt po bëhen lart e poshtë për konkurrencën e madhe që po lind mes dy këtyre televizioneve. Deri tani nga informacionet që unë kam arritur, në fakt të siguroj, është që Klan Kosova po përgatit një super shtëpi. Domethënë do të jetë një super spektakël, do të jetë një super mrekulli e madhe, por njëkohësisht edhe Big Brother VIP Albania po bën të njëjtën gjë, po bën investime të mëdha në shtëpinë që gjithmonë ka qenë mega luks. Pesha e suksesit të Big Brother VIP Kosova, unë kështu e kam titulluar këtë pjesën. Vitin e kaluar, Kosova e tregoi se edhe një treg i vogël mund të bëjë histori. Shifrat e shikueshmërisë dhe interesi i publikut e kthyen në edicionin e parë në një fenomen rajonal. Diskutimet nuk u kufizuan vetëm në Kosovë, por u përhapën në Shqipëri, Maqedoni, diasporë dhe kudo që jetojnë shqiptar. Madje pati krahasime të guximshme ku audienca e Big Brother VIP Kosova u përmend krah reality show-ve të fuqishme në vende me miliona banor. Por surpriza më e madhe nuk ishte vetëm shikueshmëria. Ishte ironia e fatit, një banor i diskualifikuar nga Kosova, Gjesti, arriti të shpallej fitues në Big Brother VIP Albania, një ngjarje që ndezi polemika, komente, analiza pafund, ku publiku nisi të pyes veten, cili format është më i forti, më real dhe më pranë publikut, Kosova apo Shqipëria? Tani, Big Brother VIP Kosova vitin e kaluar bëri gabim me Gjestin dhe ato në fakt vetë u penduan që e nxorën Gjestin nga shtëpia. Vetë Alaudini ishte ai që u thonte banorëve kur dilnin, Gjesti është shndruar në fenomen, ka hyrë në Big Brother Albania, është shndruar në fenomen dhe Big Brother Albania me hyrjen e Gjestit mori shikueshmërinë e çmendur, mori viralitetin e çmendur, shikueshmërinë e frikshme. Ndërsa Big Brother Shqipëria në edicionin e kaluar u tregua më afër njerëzive krahasuar me Big Brother VIP Kosovën. Tani, kur themi më afër, do ndalojmë te forca e Big Brother VIP Albania. Nga ana tjetër, Shqipëria ka provuar suksesin e saj ndër vite. Edicioni i parë i Big Brother VIP Albania u bë temë kombëtare. I dyti theu rekorde klikimesh dhe solli drama, histori, dashurie, tradhti dhe lot, duke krijuar një shkollë të vetën të reality show. Produksioni shqiptar ka gjithmonë më shumë buxhet, më shumë mundësi për të sjellë surpriza spektakolare, e sidomos me figurë publike të përmasave të mëdha. Ky është një avantazh i padiskutueshëm
ku publiku pret që Shqipëria të sjellë gjithmonë një listë me emra të bujshëm, nga këngëtar, aktor, moderator e deri tek personazhe që shkaktojnë debate në çdo dalje të tyre. Dhe tash pyetja më e nxehtë është kjo: a do të arrijë Shqipëria këtë vit të tejkalojë suksesin historik në Kosovë? Tani kjo mbetet një pikë pyetje, sepse Big Brother Kosova është duke punuar dhe është duke studiuar protagonist, personazhe që do shkatrojnë atë shtëpi brenda. Në thelb kemi të bëjmë me një garë të pashpallur. Kjo nuk është një garë e shpallur, por çuditërisht domethënë asnjëri nuk e përmendin tjetrin fare. Askush nuk e pranon zyrtarisht, por realiteti është se Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania janë konkurrentë drejt për drejt. Dy emisione që i flasin të njëjtit publik, në të njëjtën gjuhë dhe në të njëjtën temë. Dilema që ngrihet është kjo: nëse Kosova arriti të trazojë gjithë publikun vetëm me pak edicione, çfarë do të ndodhë këtë vit kur publiku tashmë është me pritshmëri shumë të larta? Realisht Kosova nuk ka bërë Big Brother më herët, domethënë klani e nisi me Big Brother VIP dhe arriti domethënë këtu ku është. Dhe nëse Shqipëria nuk arrin të sjellë surpriza të fuqishme, a rrezikon të mbetet në hije? Me patjetër që po, se pa marrë parasysh se çfarë luksi tjetë brenda, është protagonisti, është personazhi, ai i cili e bën Big Brotherin. Kjo përplasje nuk është vetëm televizive, është përplasje emocionesh, krenarie dhe fuqie mediatike. Në të dy anët publiku është bërë më kritik, më kërkues dhe më i etur për spektakël. Do me thënë, këto dy konkurrentët po luftojnë pafund që të arrijnë të kapin shikueshmërinë maksimale dhe po punojnë me intensitet shumë të lartë. Tani nga ana tjetër kemi lajmin e shumë përfolur, Big Brother All Stars. Nga ky duel lindi një ide e çmendur, por njëkohësisht shumë intriguese. Po sikur të bashkohen apo sikur të krijohet një Big Brother VIP All Stars, ku banorët më të përfolur nga Kosova dhe Shqipëria futen në një shtëpi të vetme. Mendoni një shtëpi ku përplasen karakteret më të forta të dy realiteteve, të njëjtat emra që kanë shkaktuar trazira, të njëjtët protagonistë që kanë krijuar legjenda në rrjet, të mbyllen në një çati të vetme. Çfarë do të ndodhte? Do të ndodhte tmerri. Një projekt i tillë do të ishte jo thjesht televizion, por një luftë botërore. E reality show-ve shqiptare do të sillte jo vetëm audiencë rekord, por edhe një revolucion në mënyrën se si prodhohet argëtimi në trojet tona. Tani, unë uroj me zemër që të ndodhën Big Brother All Stars, sepse do të ishte një diçka shumë e bukur, do të ishte një diçka fantastike. Por çfarë pritet në këtë sezon? Publiku tashmë është i përgatitur për gjithçka. Me më shumë mundësi do të shohim emra surprizë që askush nuk i pret. Konflikte të forta, pasi të dy produksionet janë të vetëdijshme se pa dramën nuk ka shikueshmëri. Dhe dashuri të reja që do të bëhen kryefjale portaleve dhe mbi të gjitha një garë të egër për të thyer rekordin e klikimeve. Kosova do të mundohet të mbajë titullin e fituesit të vitit kaluar në aspektin e shikueshmërisë, ndërsa Shqipëria do të synojë të tregojë se është e vetmja që mund të sjellë një spektakël europian në formatin shqiptar. Dhe betejë për fund. Në fund, Big Brother nuk është thjesht një emision, është një pasqyrë e shoqërisë sonë, një arenë ku njerëzit e zakonshëm dhe VIP-a tregojnë fytyrat e tyre, më të vërteta, më të brishta dhe më të forta. Dhe për publikun kjo është arsyeja pse shohin, komentojnë dhe jetojnë në çdo epizod. Tashmë mbetet vetëm një pyetje e hapur. Kush do të fitojë këtë sezon? A do të arrijë Shqipëria të tejkalojë Kosovën? Apo Kosova do të mbajë fronin si fenomenin e ri të televizionit? Dhe mbi të gjitha, a do të vi dita kur do të shohim një Big Brother All Star që do të trondisë gjithë kombin shqiptar? Një gjë është e sigurt, ky sezon nuk do të jetë thjesht televizion, do të jetë një luftë të titanësh për zemrat edhe mendjen e publikut shqiptar.